Ladies and gentlemen, welcome. Thank you very much for being here in this very important day for our company. We have been on this market more than 20 years, and we have been the first one in many things, driving the innovation on the market. We have been the first mobile operator in the country. We have been the first one to bring 4G technology in the country. We have been the first one to bring voice over LTE in the country. And we have been the first one to implement ISO standards, quality standards in the telecoms on the market. What we see though is that the customers demand a change. They demand a change in the type of service that we offer. They demand a change in the quality of service that we offer. They demand a change. Again, the first one to respond to this demand, we're changing. As of today, gjithkohës. Prandaj sot, duke filluar pra nga sot, Telekomi do të bëhet një, dhe jam me të vërtet shumë krenar që t'ju paraqes sonte markën tonë më të re globale. Për ne, një nuk është vetëm një shifër e thjesht. Për ne, një është simbol i shumë gjërave dhe kështu do të vazhdoj. Do të jetë pra një kompani drejtuese, një kompani numër 1, e cila do të sjellë shumë inovacione në treg. Gjithashtu është një kompani e cila synon që të jetë gjatë gjithë kohës në pozicionin numër 1 në treg, por nuk ka të bëjë vetëm me emrin dhe me markën globale që ne po ndryshojmë, por ka të bëjë me ndryshimin e shumë gjërave të tjera. Praktikisht ne po ndryshojmë qasjen, po ndryshojmë vlerat që normalisht do të ushqejnë edhe sjelljen që ne do të kemi nga sot e tutje. Ne do të vjojmë sigurisht që të jemi transparent, që të jemi të ndershëm me klientët tanë. Nëse ne bëjmë një gabim, sigurisht që do ta pranojmë dhe do ta ndrejshim atë gabim, sepse kjo është mënyra se si ne e kuptojmë integritetin. Do t'i dëgjojmë të gjithë klientët tanë dhe do të jemi të konkurrueshëm, sepse ne e dimë më së miri se çfarë bëjmë dhe e dimë që mund ta bëjmë më mirë se kushdo tjetër në treg. Do të dëgjojmë me kujdes kërkesat e tyre dhe do t'i bëjmë produkte dhe shërbimet tona që t'jenë të përputhshme me nevojat e tyre, në mënyrë që t'i kënaqim ato sa më mirë. Ne jemi partner me shoqërinë. Ne jetojmë në këtë shoqëri. Shikojmë të njëjtat probleme, hasemi me të njëjtat probleme si gjithë të tjerët. Ne shikojmë dhe i ndajmë sukseset me të gjithë të tjerët, njësoj si gjithë të tjerët, dhe normalisht duam të jemi një pjesë aktive e kësaj shoqërie. Duam të krijojmë një komunitet së bashku me klientët tanë dhe prandaj ne do të jemi shumë miqësor ndaj tyre dhe duke qenë se ne jemi ambicioz, ne duam që të drejtojmë dhe duam që të sillim sigurisht dhe inovacione në treg apo edhe më tej, dhe këto janë edhe vlerat tona. Ne do të shkojmë përtej këtyre sepse do të përpiqemi gjithmonë që t'i surprizojmë dhe t'i zëmë në befasi për mirë klientët tanë. Ajo që ne premtojmë është një rrjet i ri me diku tek 7 herë me mbulim më të mirë të ambienteve të brëmshme. Ne premtojmë shpejtësi më të madhe në shkarkime deri në 1 gigabit për sekond. Gjithashtu ju premtojmë të dhëna të pakufizuara dhe ju premtojmë edhe smartphone të rinj me aksesorë të cilat janë të aksesueshme në treg me një çmim mjaft të arsyeshëm në mënyrë që t'i blejmë tani dhe t'i paguajmë me këste për 1 vit apo për 2. Gjithashtu ju premtojmë edhe produkte për internetin e shtëpisë, të cilat do të punojnë që në momentin që ju do t'i blini. Pra, nuk kemi më probleme me teknikët, me kablot apo me gjëra të tjera. Thjesht do të funksionojë. Gjithashtu ju premtojnë një rrjet krejtësisht të ri të dyqaneve, të rimodeluar me një përvojë shumë herë më të mirë se ajo e mëparshme dhe i premtojmë klientëve që do t'i përgjigjemi të gjithë qëllimeve, të gjithë telefonatave të tyre brenda 10 sekondave. Normalisht të gjitha këto janë premtime, por një pyetje e arsyeshme është se pavarësisht këtyre qëllimeve çfarë do të ofrojmë ne dhe do t'ju jap disa arsye se ajo që ne po ju premtojmë tani do të ofrohet pra dhe do të realizohet.
E para, kemi 92 milion euro investimet të cilat po ndodhin aktualisht teksa ne flasim, të cilat janë vënë në dispozicion të ndryshimit të rrjetit dhe të sistemeve tona të informacionit dhe teknologjisë. Në rrjeti ynë është ngritur tashmë, do të surprizojmë pra në fund të vitit me një cilësi shumë herë më të mirë krahasuar me cilësinë e tanishme, mund ta përdorni vetë dhe mund ta shikoni që përvoja në fakt do të jetë krejtësisht ndryshe dhe do doja të thoja që ne kemi arritur sot që të arrim nivelin më të lartë të shpejtësisë në rrjetin e telefonisë celulare që është 1.2 gigabit për sekond. Faleminderit për doat përkitjet. Nuk është diçka e cila arrihet sa hapen mbyllësyt. Është pra diçka e cila është bërë nëpërmjet përpjekjeve të shumta dhe gjitha kjo arrihet nëpërmjet telefonave të blerë në dyqanet tona. Pra nëse i blini këto telefona në dyqanet tona dhe përdorni rrjetin ton, atëherë do të keni të njëjtat pritshmëri. Ky është një dyqan i vërtet, ky që shihni në foto, në rrugën Vasil Shanto, të gjithë ju mund të shkoni aty dhe ta shikoni vetë, është një mjedis krejtësisht i ndryshëm, miqësor, mund të shkoni aty, do të shikoni fytyrat e qeshura, do të shikoni një larmi të madhe produktesh, smartphone, aksesor të tyre, produkte të telekomit, pajisje të tjera inteligjente dhe të paktën do të ketë 2 produkte të cilat do t'ju shërbejnë juve. Dhe më e fundit për garancia, këto janë pra tarifat e reja, të cilat janë tashmë të disponueshme në dyqane dhe ky është kalendari që po shihni tani. Pa limit është fjala kyçe këtu dhe nuk duhet të shqetësoheni për volumin e të dhënave sepse nuk janë të kufizuar, nuk duhet të shqetësoheni më për minutat sepse në shumicën e rasteve 2 nga 5 janë të pakufizuara. Ndërsa për të tjerët janë më shumë nga që kemi aktualisht, pra janë shumë bujare përsa e përket ofertës dhe ky është vetëm fillimi. Gjatë 2 javëve të fundit do të prezantojmë edhe më tepër produkte me përshkrime dhe me aksesor të tjerë shtesë. Dhe së fundi do doja që sërish t'ju falenderoja për gjithë besimin tuaj dhe do doja që t'ju siguroja se ne po punojmë fort dhe po përpiqemi që ta përmirësojmë shërbimin ton çdo ditë për ju. Ne jemi një dhe normalisht që do ta përmirësojmë të gjithë shërbimin ton për ju. Shumë faleminderit të gjithëve ju. I think I should invite Mendoj që tani Ndaj të kemi shoqëruar në çdo eksperiencë. E së bashku kemi ndarë çdo sukses. Sepse ne jemi One. Çdo ditë sfidojmë veten dhe sjellim për ty përvojën më të mirë në komunikim. Po ndërtojmë rrjetin më të mirë për të arritur shpejtësi më të lartë dhe mbulim më të gjerë, që ti të jesh i lidhur kudo. Po krijojmë plane tarifore më të mira, që përmbushin kërkesat e tua, duke të mundësuar komunikim të pandërprerë në çdo kohë. Kemi projektuar një mjedis miqësor dhe frymëzues, ku ti zgjedh telefonin e preferuar dhe për herë të parë e bën tëndin fare thjesht. Ne nuk do të ndalemi, ne jemi One. One, çdo ditë më mirë. This is our TVC, official TVC that we broadcast. Kjo është reklama jonë zyrtare që po e transmetojmë për herë të parë këtu. Do të fillojmë ta shikojmë edhe gjatë ditëve në vijim në të gjitha kanalet. Në fakt, në këtë reklam ne përshkruajmë se çfarë jemi dhe çfarë do të bëhemi në të ardhmen, duke përfshirë të gjitha elementet që përmenda deri tani. Tani do doja t'i kaloja fjalën zotit Ervin Guri, që është aksionari ynë kryesor. Ju lutem, gjithuni në skenë. Faleminderit. Kemi ndjekur këtë aktivitet pra të kompanisë One Telecommunications, e cila do të zëvendësojë kompaninë Telekom Albania, ndërkohë kemi ndjekur dhe fjalën e drejtorit ekzekutiv të kompanisë One, Emil Georgakev. Ndërkohë do të vijojmë me edicionin informativ.